Përshëndetje nderuar teleshikues, do të jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Bordi i Transparencës ka ndërhyrë përsëri në çmimin e karburanteve duke i shtrentuar ato sipas vendimit të hyrtashmë në fuqi. Nafta me pakicë do të shitet në 202 lekë për litër, ndërsa benzina me 176 lekë për litër. Në ndërhyrjen e radhës në çmimin e karburanteve, Bordi i Transparencës ka vendosur rritjen e tyre. Duke filluar nga mesdita e 22 prillit, 1 litër naftë në tregun e pakicës do të jetë 202 lekë ose 5 lekë më shtrenjtë se ishte më parë. Ndërkohë benzina krahasuar me ndërhyrjen e mëparshme të bërë më 18 prill do të shitet me 176 lekë ose ndryshe 4 lekë për litër më shumë se ishte. Sipas njoftimit të bordit, nafta me shumicë do të jetë jo më shumë se 190 lekë për litër, ndërsa benzina me shumicë jo më shumë se 164 lekë për litër. Siç ka bërë vazhdimisht, bordi tërheq vëmendjen e çdo operatorit të shitjes me shumicë dhe pakicë të nënprodukteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtyre çmimeve, pasi në të kundërt për operatorët vendoset pezullimi i aktivitetit. Në sqarimin shtesë të bordit, thuhet se bazuar me aktin normativ për akcizat dhe në metodologjinë e llogaritjes së çmimeve tavan të shitjes, niveli i akcizës do të zbatohet i plot 100%. Që nga nisja e ndërhyrjeve të bordit në çmimet e karburanteve me 23 mars 2026, si pasojë e krizës së krijuar nga konflikti me Iranin, vetëm në 4 ditët e kaluara nafta me pakicë është tregtuar poshtë çmimit 200 lekë për litër, ndërkohë që qeveria ka vendosur që taksat, specifikisht akcizat, reduktohet vetëm nëse çmimi i naftës ka përcen mbi 220 lekë për litër. Të 12 shoqatave të biznesit dhe dhomave të tregtisë kanë kërkuar rishikimin e përkohshëm të barës fiskale mbi karburantet, sipas tyre sektorët e transportit, bujqësisë dhe agropërpunimit duhet mbështetur me instrumente lehtësuese për të ruajtur konkurrencën dhe stabilitetin e çmimeve. Bizneset në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut kanë ngritur shqetësimin e përbashkët për rritjen e çmimit të naftës dhe pasojat e saj, duke kërkuar marrjen e një sër masash për të mbrojtur biznesin dhe për të mos ndikuar tek konsumatori final. Në një deklaratë të përbashkët, Forumi Ekonomik Mbar Shqiptar dhe organizatat kryesore të biznesit kërkojnë ndërhyrje urgjente. Për në emër të komunitetit biznesit, ne kërkojmë masa të menjëhershme, konkrete dhe të matshme për të përballuar me këtë situatë. Në një, kërkojmë rishikim të përkohshëm dhe fleksibël të barës fiskale. Ne besojmë që struktura aktuale e çmimit përmban një peshë të lartë taksash, nevojitet ndërhyrje e targetuar për stabilizimin e tregut në përputhje me praktikat e vendeve të Bashkimit Evropian. 2. Transparenca e plotë në formimin e çmimeve. Pra ne kërkojmë që të kemi publikim periodik të strukturuar të çmimit, qartësim të faktorëve ndikues. Pra, a janë këtu vetëm çmimet e tregjes ndërkombëtare, janë taksat, akcizat apo edhe ndonjë taksim tjetër indirekt. Forcimi 3, forcimi i kontrollit të konkurrencës së ndershme. Kjo kërkon monitorim aktiv të operatorëve, hetim të rasteve të mundshme të abuzimit dhe luftë të pakompromis kundër informalitetit. 4, mbështetja për sektorët më të ekspozuar. Besojmë që transporti, bujqësia, industria prodhuese, shërbimi dhe turizmi janë më të ndikuara dhe kërkojnë masa konkrete, lehtësuese për të mundur që të jenë konkurrent në tregjet tona. Ndërsa kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Tiranë, Nikolin Jaka, theksoi se një ndër ndërhyrjet mund të jetë rishikimi i akcizës. Specifikisht në Shqipëri kërkojmë që të kemi një rishikim të veçantë të sistemit të taksimit karburantëve duke filluar nga akcizë. Pra kush janë taksat më të rënda që rëndojnë karburantin dhe mund të ketë ndërhyrje duke patur parasysh që ekspertët janë ata që gjejnë edhe mundësitë reale pa dëmtuar, sepse asnjëri nuk i intereson që të dëmtojmë të ardhurat në buxhetin e shtetit. Pra ne na interesojnë të rritën të ardhurat në buxhetin e shtetit. Por nga ana tjetër nuk duhet të rriten të ardhurat në dëm të sipërmarrjes private. Pra nëse kemi një rritje të bursës së naftës, nuk mundet që buxheti përfitoje edhe rritjen e TVSH-s për këtë rritje të bursës. Gjithashtu biznesi thekson se është e nevojshme marrja e masave afatmesme dhe afatgjata, duke përfshirë krijimin e rezervave strategjike të naftës për të garantuar sigurinë energjetike në rast krize, diversifikimin e burimeve të energjisë dhe uljen e varësisë nga importet, si dhe rritjen e investimeve në energji alternative dhe efikasitet energjetik. Një platformë ekonomike në kushtet e integrimit në Bashkimin Evropian, si dhe një dialog i hapur dhe transparent me sipërmarrjen, janë konsideruar gjithashtu të domosdoshme.
Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi ka inspektuar punimet për ndërtimin e nën stacionit elektrik Tirana 3 në zonën e Petrelës, ndërkohë që ky investim synon forcimin e sigurisë energjetike në kryeqytet. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi inspektoi punimet për ndërtimin e nën stacionit elektrik Tirana 3 në zonën e Petrelës, një investim që synon forcimin e sigurisë energjetike në kryeqytet. Gjatë inspektimit ku ishin të pranishëm dhe përfaqësues të Ministrisë Gjermane, Ambasadës Gjermane dhe Bankës KFV, ministri theksoi rëndësinë strategjike të këtij projekti për furnizimin me energji në Tiranë. Ky investim është një investim shumë i rëndësishëm për sigurinë energjetike të Tiranës, pasi krijon një lidhje unazore me pjesë tjera të në stacioneve të Tiranës dhe është një bashkëpunim shumë i suksesshëm me KFV, i cili në fakt në vargjen e investimeve dhe bashkëpunimeve shumë të mira me operatorin e sistemit transmetimit, edhe për sa i përket linjave të tjera të interkoneksionit, siç është ajo e Shqipërisë me Maqedoninë e Veriut, e cila nga pjesa e palës shqiptare është rreth 86% të punimeve të kryera. Në stacioni i ri po ndërtohet në një zonë ku më parë nuk ka pasur infrastrukturë të tillë dhe do lidhet përmes linjave 110 kV me nën stacionet ekzistuese të Traktorës, Selitës dhe Farkës. Ndërkohë që duke folur për zhvillimin e shpejtë urban të Tiranës, Karakaçi theksoi se investimet në rrjetin energjetik janë të domosdoshme për të përballuar rritjen e kërkesës. Mjafton të prek këtu disa investime shumë të rëndësishme që ne jemi duke bërë në Tiranë, siç është në stacioni i Qendrës, që do jetë në stacion i ri nën toksor në qendër të qytetit, në stacioni i Zogut të Zi, kemi një stacion të ri në Kino Studio, dhe po ashtu investime që po bën operatori i sistemit transmetimit për sa i përket linjës Tirana 1, Zogu të Zi dhe gjitha investimeve tjera në transmetim dhe në shpërndarje. Sipas ministrit, investimet në sektorin energjetik po shtrihen edhe në zona turistike dhe rajonet të tjera të vendit, nga Bregdeti Adriatik dhe Jon deri në Alpet shqiptare, me synim garantimin e një furnizimi të qëndrueshëm në të gjithë territorin. Bashkia e Tiranës do të subvencionojë kompanitë e transportit publik me rritjen e çmimit të naftës. Efekti financiar i skemës mbështetëse planifikohet të jetë në rreth 250 milion lek, një barë që do të ndahet mes buxhetit të shtetit dhe bashkisë së kryeqytetit. Rritja e çmimit të karburantit ka detyruar institucionet të ndërhyjnë financiarisht për të mbështetur sektorin e transportit publik. Sipas dokumentit të hartuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, masa e kompensimit do jetë 50 lek për litër për një periudhë 3 mujore, që përfshin muajt mars, prill dhe maj 2026. Efekti financiar total i kësaj skeme arrin në rreth 250 milion lek, një barë që do ndahet mes buxhetit të shtetit dhe atij të Bashkisë së Tiranës, teksa për këtë të fundit do jetë Këshilli Bashkiak, që do duhet të japë pëlqimin sipas kërkesës së Ministrisë. Nga të dhënat e përfshira në relacion transporti urban i pasagerëve në Tiranë, parashikohet të përfitojë mbi 156 milion lek subvencion për 3 muajt e përfshirë në skem, çka do të thotë se buxheti i bashkisë do të mbajë barën më të madhe financiare. Pjesa tjetër do shpërndahet për transportin ndër qytetas dhe rreth qytetas, kosto që do mbulohen nga fondi rezervi i buxhetit të shtetit. Sipas relacionit shoqërues, në Shqipëri transporti rrugor përbën 98% të volumit të përgjithshëm të transporteve shqiptare dhe si i tillë është transporti që ndikon më shumë në jetën ekonomike dhe sociale. Transporti në linjë të rregullt udhëtarësh ndër qytetas me autobus kryhet nëpërmjet rrjetit të linjave, prej 439 linja që operohen prej 242 subjektesh të licencuar dhe 2179 autobusë të certifikuar, si dhe në linja rreth qytetase apo linja urbane, veçanërisht në kryeqytet. Qytetarët shqiptar kanë paguar afro 218 milion euro si tatim nga pagat dhe qirat sa e takon 3 mujorit të parë të këtij viti, ndërkohë që shifra është më e larta e dekadës, me një rritje prej 10 milion eurosh krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në 3 muajt e parë të vitit, të ardhurat nga tatimi mbi të ardhurat personale kanë shënuar një rritje të ndjeshme, duke reflektuar ndryshime të dukshme në tregun e punës, nivelin e pagave dhe zgjerimin e aktivitetit ekonomik në vend. Sipas të dhënave zyrtare, qytetarët shqiptar kanë kontribuar me rreth 21.8 miliard lek ose afro 218 milion euro në buxhetin e shtetit nga pagat dhe të ardhurat e tjera, përfshirë ato nga qirat afatgjata dhe platformat e akomodimit si Airbnb dhe Booking. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, të ardhurat nga ky zë janë rritur me rreth 4.8% ose afro 10 milion euro më shumë, ndërsa vetëm gjatë muajit mars arkëtimet arritën në rreth 88 milion euro, duke konfirmuar një ecuri pozitive mujore. Nëse shihen të dhënat ndër vite për 3 mujorin e parë, vihet re një rritje e vazhdueshme dhe e fortë që ka çuar këtë zë në nivele rekord.
Në një horizont më të gjerkohor, të ardhurat janë rritur nga rreth 80 milion euro në janar-mars 2016 në afro 218 milion euro, një zgjerim prej 138 milion eurosh në 3 muajin e parë të 2026-s, ose 172.5% në një dekadë. Sipas administratës tatimore, kjo rritje lidhet ngushtë me përmirësimin e formalizimit në ekonomi dhe rritjen e deklarimit të ardhurave. Fushatat kundër informalitetit, veçanërisht ato që synuan në deklarimin e pagave gjatë vitit 2025, duket se kanë ndikuar në ndryshimin e sjelljes së bizneseve. Po ashtu vendosja e pagave referencë në sektor me nivel të lartë informaliteti si turizmi, ndërtimi dhe shëndetësia, ka sjellë rritje të pagave të deklaruara dhe përjetoi edhe të detyrimeve tatimore. Ndikim kanë pasur edhe rritjet e pagave në administratën publike gjatë 2 viteve të fundit, si dhe rritja e pagës minimale në shkallë vendi në 50.000 lekë. Një tjetër faktor që ka kontribuar është zgjerimi i tregut të qirave, sidomos atyre afatshkurtra të lidhura me zhvillimin e turizmit. Shtimi i pronave të listuara në platformat online ka rritur të ardhurat e individëve dhe njëkohësisht edhe nivelin e tatimit të paguar. Në totalin e arkëtimeve nga TAP përfshihen edhe të ardhurat nga interesat bankare. Në total, gjatë vitit 2025, të hyrat nga tatimi mbi të ardhurat personale arritën në rreth 825 milion euro. Sipas të dhënave më të fundit të publikuara nga Banka e Shqipërisë, pagesat elektronike në Shqipëri janë rritur ndjeshëm, por mbeten ende në nivelet e Bashkimit Evropian, ndërkohë autoritetet po nxisin përdorimin e pagesave digjitale përmes posteve, por edhe uljes së kostove. Një shqiptar kryen mesatarisht 26 pagesa pa para në dorë përmes llogarisë së tij për gjatë një viti. Kështu është shprehur drejtoresha e sistemeve të pagesave, kontabilitetit dhe financës në Bankën e Shqipërisë, Ledja Bregu, në një takim të përbashkët me Invest dhe Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit. Kundër të tjera theksoi se nuk janë të pakta ato llogari që përdoren vetëm për përfitime sociale dhe pastaj mbyllen. Nga 2018, që ka qenë rreth 4.3 pagesa cashless për llogari, aktualisht ne jemi në mbi 26 cashless payment per capita, pra një llogari, një individ në një vit bën të paktën mesatarisht 26 pagesa elektronike. Është ende shumë e ulët krahasimisht me Europën, që duhet të jetë diku ke mbi 50-80 varet. Është ende shumë e ulët, por është një kapërcim goxha i madh i viteve të fundit. Ndërkohë, zëvendës Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Enkelet Musabelli u tha se nisma që i detyron bizneset në hotelëri, turizëm dhe transport të pajisen me një terminal POS duhet të shoqërohet me ulje të kostove të pagesave digjitale. Patjetër që neve po na vizitojnë shumë qytetarë nga shumë shtete të ndryshme, që sigurisht kanë monedha lokale të ndryshme, kanë të ardhura në monedha të ndryshme dhe rrjedhimisht është shumë e rëndësishme për ta që të kenë një farë lehtësimi të pagesave. Nëse ne do duam që të ketë sukses kjo iniciativë, është shumë e rëndësishme që kostot e pagesës digjitale të jenë më të ulta se pagesa cash. Banka e Shqipërisë ndërhyn me interchange fee për të mbuluar një pjesë të kostos së pagesave elektronike për tregtarin, por detyrimi për të pajisur me terminal POS duhet të shoqërohet edhe me lehtësime tatimore apo taksash. Këto lehtësira sillin fillimisht kosto për buxhetin, por që përkthehen më vonë në përfitime për shkak të formalizimit. Kjo nuk kupton se do të ketë më tepër SME të formalizuara që do të kryejnë më shumë pagesa elektronike dhe derdhin më shumë taksa në buxhet. Në cashless strategy ju nuk do të gjeni incentivime tatimore apo taksash, cilat mund të ishin shumë të mira. Ka studime që tregojnë që praktikisht reduktimi i shadow economy është shumë i, le të themi, i volitshëm apo mund të jetë shumë efektiv në rastin kur jep incentivime për ata tregtar të cilët një pjesë të le të themi volumit pagesave mujore e bëjnë me pagesa elektronike. Për t'i ofruar tregut më tepër alternativa dhe nxitur konkurrencën, Banka e Shqipërisë po punon edhe për zbatimin e sistemit të pagesave të menjëhershme, instant payment, ku pagesat në dyqane do të mund të kryhen përmes skanimit të një QR kodi me telefon. Nga ana tjetër, Banka e Shqipërisë ka prezantuar draftin e gjelbër, një instrument që synon të orientojë investimet drejt zhvillimit të qëndrueshëm dhe të rrisë transparencën në tregun financiar. Në bashkëpunim edhe me Bankën Evropiane të Investimeve, institucioni synon finalizimin e dokumentit dhe harmonizimin e standardeve me Bashkimin Evropian.
Banka e Shqipërisë ka prezantuar draftin e parë të taksonomisë së gjelbër. Kjo taksonomi synon të rrisë transparencën në tregun financiar, të orientojë kapitalin drejt aktiviteteve që mbështesin zhvillimin e qëndrueshëm dhe të kontribuojë në forcimin e stabilitetit financiar në një perspektivë afatgjatë. Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Bankën Evropiane të Investimeve zhvilloi sot një workshop teknik dhe ndërinstitucional në kuadër të hartimit të taksonomisë së gjelbër të Shqipërisë. Zëvendës guvernatorja e dytë e Bankës së Shqipërisë, Natasha Ahmeta, i theksoi rëndësinë e hartimit të asaj si një instrument kyç për orientimin e investimeve drejt aktiviteteve të qëndrueshme dhe për harmonizimin e standardeve të zhvillimit të ekonomisë shqiptare me ato të Bashkimit Evropian. Korporatat kudo në botë, po edhe në Shqipëri, aq sa janë dhe të atyre përmasave që janë, e kanë qëndrueshmërinë e aktivitetit në afat i gjatë, e kanë prioritet, e kanë aspirat. Dhe që kjo aspirat të sigurohet që është duke u përmbushur, apo që përpjekjet investuese të tyre të jenë të sigurta që janë duke i çuar drejt përmbushjes së kësaj aspirate, natyrisht që ata duhet të kenë me çfarë të konsultohen, duhet të kenë një talon matës. Dhe pikërisht ne përmes hartimit ose përpjekjeve, se jemi ende në përpjekjet tani, të paktën në sesionin e parë, përmes përpjekjeve të hartimit të një taksonomie ju vëmë në dispozicion këtyre kompanive këtë etalon, me cilën ato mund të matin më së pari ku qëndrojnë në krahasim me kërkesat e tranzicionit të gjelbër, në mënyrë që aktiviteti tyre të ketë një jetë të gjatë. Në përfundim të këtij procesi konsultimi, synohet finalizimi i dokumentit dhe formalizimi i bashkëpunimit ndërinstitucional përmes një memorandumi mirëkuptimi si bazë për zbatimin e mëtejshëm të taksonomisë në Shqipëri. Ministria e Financave ka gati paketën e akreditimit për programin IPARD 3 për mbyllja dhe dorëzimi i saj shënon një hap të rëndësishëm drejt aksesimit të fondeve të Bashkimit Evropian për zhvillimin e bujqësisë, por edhe zonave rurale. Ministria e Financave ka përmbyllur përgatitjen e paketës së akreditimit për programin IPARD 3, duke shënuar një hap të rëndësishëm drejt aksesimit të fondeve të Bashkimit Evropian për zhvillimin e bujqësisë dhe zonave rurale. Sipas njoftimit të Ministrisë së Financave, në drejtimin e zyrtarit kombëtar autorizues dhe me mbështetjen e strukturave përkatëse, Drejtorisë Mbështetje të ZKA-s dhe Drejtorisë së Fondit Kombëtar, u përgatit një dokumentacion i plot në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Paketa e dorëzuar përfshin kërkesën për besimin e detyrave të zbatimit buxhetor, të shoqëruar me provat e detajuara mbi përmbushjen e kritereve të përcaktuara nga Komisioni Evropian. Dorëzimi i kësaj pakete përbën një moment kyç në përgatitjet për çeljen e fondeve të IPARD 3, e cila synon të realizohet gjatë vitit 2026. Në vijim, procesi do të hyjë në fazën e vlerësimit nga shërbimet e Komisionit Evropian, që përfshin analizën e detajuar të dokumentacionit dhe verifikime të mundshme në terren. Kjo fazë parashikohet të zhvillohet gjatë 3 muajit të dytë të këtij viti. Ministria e Financave mbetet e angazhuar për të garantuar përmbushjen e të gjitha standardeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian dhe për të mundësuar përthithjen efektive të fondeve IPARD 3 në funksion të rritjes së konkurrueshmërisë së sektorit bujqësor dhe zhvillimit të qëndrueshëm të zonave rurale. Të rinj të gjithmonë më shumë po zgjedhin ose po detyrojnë që të jetojnë vetëm, por edhe pse kjo mënyrë jetese kthehet në një barë financiare që shpesh është e papërballueshme për ta. Jetesa vetëm po bëhet gjithnjë më e zakonshme në Tiranë, por edhe më e kushtueshme. Nga qirajat te faturat mujore dhe ushqimet, një individ përballon pothuajse të njëjtat shpenzime si një familje. Ekspertja e ekonomisë Romina Radonshiqi thot se shpesh të rinjt i drejtohen familjes për të ardhura shtesë. Tirana është nga qytetet me kosto më të lartë jetese dhe në kushte të tilla duhet të radhisim që dhe shpenzimet për konsum, por nga ana tjetër dhe shpenzimet e qiras, pra shpenzimet e strehimit janë në çmime tepër të larta. Të rinjt janë atë target group që kanë dhe shpenzime më të mëdha, e them këtë pasi të rinjt nuk janë dhe menaxhues shumë të mirë të financave personale, të jetosh vetëm sot dhe në moshë të re, patjetër që ke shpenzime më të larta, duke qenë se të rinjt dhe një pjesë të mirë të vakteve i konsumojnë në menza apo në restorante, pasi dhe punojnë me orë të gjata. Kështu që nëse midis zgjedhjes, nëse njëri do të jetojë me familjen apo vetëm, patjetër që shpenzime më të larta janë që këto të rinjt jetojnë vetëm.
Të rinjt janë ato që janë më shumë pjesë e tregut informal të punës dhe shpeshherë dhe në nivele pagash më të ulta. Nga një anë kemi një element pozitiv se të rinjt le të themi mësojnë nga problemet financiare apo nga kjo barë financiare që ato kanë. Po nga ana tjetër kemi shumë të rinj cilët jetojnë vetëm, por për shkak të shpenzimeve të mëdha që shpeshherë janë dhe shpenzime jo racionale, një pjesë e mirë të rinjve përsëri shkojnë pranë familjes për të marrë ato të ardhurat shtesë për të mbyllur muajin. Radon Shiqi shprehet se të rinjt gjithashtu shpenzojnë shumë para për të qenë konkurrues në tregun e punës nëpërmjet trajnimeve të ndryshme, por të gjitha këto po i mbajnë larg krijimit të familjes. Të rinjt kanë shpenzime të larta për trajnime dhe për avancime në karrierë, po nga ana tjetër një pjesë e mirë të rinjve shtyn në martesat bashkëtesat për shkak se kostot e krijimit të një familje janë tepër të larta. Nëse do të marrim në konsiderat çmimet e qirave në kryeqytet, një apartament 1+1 në periferi, çmimi sipas Numbeos është mesatarisht 46.000 lek, ndërkaq duke shtuar faturat utilitare të tilla si dritat, uji, celulari, shpenzimet rriten ndjeshëm. Megjithatë, kostot nuk janë vetëm fatura, por ushqime, transport, veshmbathje, argëtim, shëndet e të tjerë. Ndërkaq, paga mesatare bruto në vend është rreth 80.000 lek, që do të thotë se e sa vetëm është një barë e madhe financiare për të rinjt. Në fund të këtij edicioni ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni dhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Këtu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.